ma dje në pyetje që u kishin bërë dje shumë protestuesve dhe unë bisedova me ta pasi hyn brenda disa prej tyre nga 16 e komisariati numër 3 dhe 7 i proceduan në gjendje të lirë pasi s'kishin asnjë provë, asnjë fakt, po ishin kapur në trotuar duke lëvizur dhe pyetjet që u bënin ishin që ke qenë për herë tjetër në protestë, kush të dërgon, çfarë porosish keni marrë, çfarë do bëni, do dalësh herë tjetër apo jo, që të mos të procedojmë sot, mos të ndalojmë në komisariat. Pra mënyra për t'i trembur, për t'i kërcënuar që të mos marrin pjesë në protestat e ardhshme. Patjetër po, duke u thënë që nëse ne ju lejojmë sot që të ikni, do merrni pjesë herë tjetër në proteste, pastaj do t'ju kapim dhe do të jenë ditët më të gjata, do të paguani edhe këtë herë që ne po u lëshojmë që të ikni. Pra, parë në këtë këndvështrim, policia nuk udhëhiqet nga ligji. Nuk udhëhiqet, nuk është një polici e shtetit ligjor dhe shtetit së drejtës, por një polici mirëfilltas politike, një polici që merr urdhra politik dhe vepron si një organizat e Partisë Socialiste. Në momentet që policia godet edhe deputetët, sigurisht që nuk i përmbahet ligjit, zoti Baçi. Ndjes do të rikthehem përsëri tek ju për të vjuar pak studio me Artiola, përqendruar në atë çka po të bisedoja edhe me deputetin Baçi. Ka 47 të rinj të cilët janë arrestuar, janë për komisariate, shumë prej tyre minoren, dhe është disa ta herë që ndodh kjo, mbante disa të tërhequr dhe zvarr. Ju tremb, ju tërheq diçka e tillë? Pikë së parë njëherë unë dua që të përshëndes gjithë të rinj që ishin jo vetëm në këtë protestë, por në të gjitha protestat e opozitës, edhe për të na trembur as pak. Patjetër që kjo është një forme e qeverisë, e regjimit për të ushtruar jo vetëm dhunë në protestë, po edhe për ndjekje të mëvonshme, gjëra të tipit që pse shkonin protestë, pse aktivizoheni, pse flisni kundër qeverisë, por që kjo nuk na tremb as pak. Nuk na tremb as pak sepse unë personalisht i them gjithë bashkëmoshatarëve të mi edhe, ju them edhe ju arsyet pse unë isha dje në protest. Isha dje në protest për të protestuar për taksat e larta, për të protestuar për cilësinë e jetesës që është ulur. Është në gjendjen më të keqe. Isha në protest për të protestuar për ekonominë, për studentët, për çdo gjë që mua nuk më lejon të krijoj të ardhmen në vendin tim. Dhe kjo nuk më tremb as pak dhe do të jenë në çdo protest që do të organizoj opozita, edhe dua gjithashtu të jap edhe një përgjigje të gjithë atyre komentuesve në rrjetet sociale, të paktës moshës së të 30-tave, sepse pjesa tjetër kam përshtypjen që kanë edhe pak nostalgjinë e komunizmit, që unë nuk jam në këtë protest dhe nuk kam qenë në këtë protest dhe asnjë protest tjetër për në emër të asnjë lideri politik, në emër të asnjë indicie politike, përveç se detyrës më të denjë qytetare, detyrës për të protestuar për vendin